Njëri prej këtyre sulmuesve është Slobodan Radenković. Për këto veprime të tij më 29 maj të vitit 2023 ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës, Radenković u kap nga organet e drejtësisë këtë fillimvepër. Ndaj tij, prokuroria speciale ngriti akt akuz për 2 vepra penale. Pajësim për këto vepra, Radenković e ka pranuar dhe ka arritur marrëveshje me organin akuzues. Atë për cilën ndaj personin zyrtar e kryer në bashkëkryer, si dhe për veprën penale pjesëmarrja në turn që kryen vepër penale dhe huliganizëm, po ashtu e kryer në bashkëkryer. Në seancën dëgjimore për shqyrtimin e kësaj marrëveshje, nga mbrojtja pati një lutje për kryetarën e trupit gjykues në lidhje me gjobën. Qëndrojmë pranë marrëveshjes të cilin e kemi arritur me prokurorinë speciale. E lutim gjykatën që të pandehurit i mundësoj që shumën monetare të paguaj në shumë këse për gjatë 2 viteve. Kjo marrëveshje u pranua nga trupi gjykues dhe brenda pak minutash u shpall edhe verdikti i gjykatës. E gjykon me dënim unik me përgjim në kozgjatje për 2 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 14/2026 e tutje dhe dënim me gjobë në shumën prej 15.000 euro. Me urdhër të gjykatës, Radenković ju konfiskuan përhershëm sendet e sekuestruara.